Une, po pse do ta votoja vetëvendosjen, unë do ta votoja për 2 persona nëse do ta votoja ndonjëherë. Do ta votoja nëse në listë është Vjosa, edhe nëse në listë është zotri Rama Boja. Pse? Vetëvendosja do e mos ka nevojë për staf akademik në listën zgjedhore. Zotri Rama Boja, ofendimin më të madhin që e ka përdi, është që ka bo kërkesë për listë, Agim Batiri ka plecu kriterët, zotri Rama Boja nuk i ka plecu kriterët. Këtu, ma kishin bo njona prej partive. Kërkesa e Agim Batirit dhe kërkesa e Rama Boja s'ka ndryshu. Rama Boja ka lypë ndër 50, ata i ka donë mbi 50. Zotri Rama Boja 101 ta kishte numrin sot ishte deputetin ndër 10 ma votu. As një student ti nuk e dëgjoj duke thonë një fjalë gabim. Ka një ligjërat profesionale, ka një bagazh shumë profesional dhe ka një bagazh shkencor. Që unë vetë jam marrë lakmi. Se, i takoj kësaj kategorie dhe këta janë udhërëfys për ne. Po të krahasohet me ta. Nuk do da dëshirëja. Asë nuk krahasu me ta. Që zotri Rama Boja nëse do t'i kërkante shpjegim vetëvendosjes, nuk ka parti më shumë që e ka dëmtu zotrin. Ka dëmtu aktin profesional ti. Nuk e ka krahasu të pakten edhe me elitën që e ka, sepse zotria që e përmena ma herët dhe disa të tjerë, janë elitë në vetëvendosje. I marrin 40.000 vota, se ajo është ulemaja, apo ajo është votat e ti, ajo është publiki ti. Që zotri Rama Boja, hatrin më të madhin, edhe pse do ta votoja vetëvendosjen, edhe tishte 101 zotri Rama Boja, unë do ta votoja. Po tash një amor venin Agim Batiri, e shumë aktore që ne i kemi vetëm për humor, është konsum politik. A bën pesut u theksu emri se dëgjuesit mujnë me drejtë. Shiko, shumë shkurt. Faleminderit, po çështja është kështu. Unë i takoj një kategori idealistësh që deri në fund mbetëm idealist. Ashtu. Nuk kam qenë kurr vrapus pas pushtetit. Kam pas oferta edhe për ministër. Jo, bësë është arritje kryesore të nuk është ajo çështje të qenit në listë. Nuk është arritje